të kultura, edhe menoj që nëse... Sidomos kur I kemi këto lojrat olimpike. Nëse ka një... Aja dhe ka nisë, edhe ka fitua jo për mu organizu lojrat, dhe tash ti largone që të ne Ministrit të Arsimit atje, po nuk është të rëndësi veç lojrat. Po nëse ka një individ, që shoqërinë tonë që kanë qenë pjesëtar shoqërisë civile, që e një pjesën e kulturës, trashëgimisë kulturore këto, ka qenë Harolla Çeku, edhe ai ka qenë dikasteri tamam I përsosur për to. Dhe tash e merr prej tujtë që te Ministria e Arsimit atje, unë këto është problematike. Sa I përket emrave të tjerë, këtë frisi kisha gjujt në Kazan. Pse nuk të duket Armend Muja? Jo, edhe Armend Muja, jo, edhe Armend Muja. Jo, Armend Muja, shiko, Armend Muja unë mendoj që Armend Muja ka kapacitet. Tash, a është Armend Muja I duhuri për me udhëheq bëjtësinë, këtu nuk muna me ditë, po unë mendoj që Armend Muja ka kapacitet në shtatësinë të ministrive më jap me udhëheq. Po nuk mu ka do këtë duhura bujqësia për më morë Armend Muja me bujqësi. Nështë ta, ka mund me qenë këtë me një ministri tjetër. Ajo që është ma skandalozja, është Donika Gërvalla në drejtësi. E këtë do të dalë, në fakt, në ekspozen e ti, kur ti e njës me UÇK-n. E njës me mbrojtën për UÇK. Këtu është problematika. Zonja Gërvalla ka qenë tek kritikës o opozitës për shkak të atyre deklaratave që... Dy jam në shumë problematik në këtë aspekt. Pra, nëse ti I kthehesh tash mas 5 viteve pak pjesës së gjykatës, edhe mundohesh pak me jap krajën, pse ajo ke pak me thonë. Jo, sot dëshmon